Dhe për diskutuar më gjërësisht në lidhje me tregun e energjisë, por edhe situatën politike në Kosovë, kemi në linjë të drejt për drejt në Skype zotin Mustaf Kadria, ekspert ekonomi e pedagog. Zoti Kadria, mirë se erdhët në studion e televizionit Skan. Mirë si gjithë një falenderit për ftesën. Falenderit ju. Ta nisim me energjinë, me qënë se ndoqëm pak më parë edhe kronikën e cila fliste për interesin e ndërtimit ose gjenerimit të energjisë elektrike nga ERA në Kosovë me një kapacitet konzervueshëm 100 MW. Situata e vështirë pikërisht për shkak të gjenerimit energjisë nga qymyri në Kosovë e bën të domosdoshme apo akoma më shumë të rëndësishme investimet nga energjia e pastër që është ERA dhe dielli. Si ekonomist gjithmonë do të ndërlidhem me përparësitë krahasuese që çdo shtet i ka, si natyrore, pasuritë mbitoksore dhe nëntoksore, që ato bëhen pak a shumë një shtet që ta ketë diferencën me shtete tjera, po flas nga ana ekonomike. Duke filluar nga kjo bazë, vlerësoj që Kosova si duket po e huq në këtë drejtim, sepse ne si bazë kem thëngjillin dhe thëngjilli nuk do të ishte i dëmshëm as nga ana e ndotjes nëse do të bëheshin renovime apo ndërtime me stabilimente të reja që i ka gjithandej bota e zhvilluar që as pak nuk do ta dëmtonte dhe po ashtu niveli kapacitetit dhe i fuqisë dhe deri tek arritja kapacitetit për furnizim të tregut edhe jashtë Kosovës, vlerësoj që Kosova i ka pasuritë e thëngjillit që mjafton vetëm bëhen investimet në ndërtim. Por kur flasim të këto alternative, patyshim që unë nuk e mohoj prapë si ekonomist për faktin që ato do të jenë një mundësi shtesë, por nuk do të thotë që ato të mvaret të gjithë ekonomia nga ato për faktin që ne, si që thash në fillim, Kosova nuk është e njohur për ato erërat e forta që mund t'i ketë për shembull Shqipëria apo Malizi që kemi parë. Kosova nuk ka mundësi të ketë atë kapacitet, por që të qoftë çdo investim i tillë për të vlerësuar, për të admiruar nëse mund ta themi, por që jo diçka që do të jetë me një mënyrë që t'i bëjë zgjidhje furnizimit me energji elektrike për faktin që aja mund të jetë edhe kufizuar në momentet të caktuara sepse varet nga era, ndërsa kur flasim tek prodhimi përmes anës termike që është Kosova është potencialisht më stabil, më i sigurt, kapaciteti i energjisë elektrike është më i fuqishëm sepse kjo energji elektrike ka dhe pjesën e prodhimit që në fakt kërkohet edhe kapacitete të mëdha të furnizimit me energji elektrike në bizneset të caktuara, ndërsa këto me herë këto janë diçka do të kisha vlerësuar më shumë të pjesa ngrohës kështu të ekonomive familjare apo diçka, por jo do të thotë që më qenë me një mënyrë promotor i zhvillimit ekonomik, sepse nuk guxojmë me një mënyrë të mvaret ekonomia e vendit për disa investime me herë diçka, sepse dihet sa kërkon në fakt furnizim energji elektrike të bëret ekonominë e një vend dhe po ashtu edhe shfrytëzimi nga ana ekonomive familjare, sepse për fat të mirë ende në Kosovë në një pjesë relativisht të madhe ngrohen qytetarët, pjesa urbanizuar, ngrohen do të thotë me energji që është diçka që këto me solar apo me erë nuk besoj që do ta plotësonin gjithë ato kërkesa. Megjithatë, zoti Kadriaj, nëse kthehemi pak muaj pas, ishte një raport i Reuters që i referoi Bankës Botërore nëse nuk gaboj dhe fliste për rrjetin energjetik dhe investimet që nevojiteshin për vendet e Ballkanit Perëndimor për të shkuar drejt objektivit të Bashkimit Evropian zero emetime deri në 2050 dhe Kosova pikërisht për shkak të energjisë nga termocentralet që ka
i nevojiteshin rreth 4.5 miliard euro deri në 2050-ën. Në këndvështrimin tuaj, këto objektiva, ky tranzicion do t'jetë shumë i vështirë, sidomos për disa Shqipëria ka 100% thuajse hidroenergjinë dhe nuk ka nevojë për objektiva të tillë, por specifikisht Kosova, mbase Serbia apo vendet e tjera do ta kenë të vështirë tranzicionin drejt energjisë pastër? Në këtë rast, po vlerësoj që Shqipëria më kohë, apo do thotë gjatë gjithë sistemit të atëhershëm ju dini më mirë, fakt ka investuar në pjesën e hidroenergjisë, që është diçka tani po shihet shumë edhe kapaciteti i mirë, i fuqishëm, po njëherët edhe në një mënyrë ekologjik, ndërsa tek pjesa e anës termike, unë vlerësoj që prapë mbroj tezën time që Kosova do të ishte promotori i furnizimit me energji elektrike përmes energjisë termike, por unë kam drejt edhe dyshimet që këto investime që po i bën BE-ja në rajon, sepse unë kam pas rastin të përcjellë edhe të mirë me disa projekte tek pastrimi i ujrave, që BE-ja din me të përkrahë me disa projekte dhe me disa kredina të buta, siç quhen ata, por edhe të jep kredit, pa marrë parasysh që mund të quhen buta, po njëherët edhe të obligon që të blejnë ato pajisje tyre pikërisht në ato vendet që me një mënyrë ajo po fiton 2 herë përmes kredisë, njëherët duke shqitur stabilimentet. Kështu që unë vlerësoj që Kosova për afat gjatë vlerësoj, me një mënyrë ku po mbetet edhe ajo përparësi krahasuese, ajo mundësi që Kosova është ndër vendet e pakta në nivel botëror, sillet e 4-ta ose e 5-ta, dhe në fakt për shkak të X interesave na e humbin këtë mundësi, unë si ekonomist nuk e përkraj për faktin që ne i kemi këtë, vetëm do të thotë me bën një investim serioz, cilët me filtra do të eliminonin edhe dioksid karbonin në këto, por që sidomos Kosova për fat jo të mirë ndikimin nga ana faktorit ndërkombëtar për rrethona të caktuara që i dini ju edhe opinione, po na imponohen nganjëherë edhe jashtë vullnetit që me një mënyrë me shtyp disa agenda të X interesave dhe klona të caktuara ndoshta brenda BE-s. Por a mund të ndryshojmë? Është pikpyetje e madhe, sepse më sta përsëris janë rrethona të caktuara që ne nuk guxojmë shumë edhe të jemi kryenes, sepse Kosova është ndërtuar pikërisht mbi këtë bazë që duke qenë koherent dhe bashkëpunues me faktorin ndërkombëtar, sa të thotë kemi shtet që nuk guxojmë shumë ta sjellim në pikpyetje edhe anën strategjike dhe të shtetit të Kosovës, kështu që duhet nganjëherë t'i heshtëm ose t'i përpijim si shoqëri, si ekonomi dhe si shtet, por që së paku vlerësoj që ne si profesionist du ta themi fjalën tonë të lirë dhe mbi bazën e kapaciteteve ekonomike që i ka Kosova. Në këtë vlerësoj ta mbroj këtë tezë për faktin që në diçka të prekshme, nuk po shpifi, nuk po aludoj, por thjesht po përsëris një fakt që ekziston si pasuri në Kosovë. Ndërkohë, zoti Kadriaj, kalojmë gradualisht tek vendimi i javës kaluar të zyrës për regulatorin e energjisë në Kosovë, që vendosi një rritje të çmimit me 16.1% pas kërkesës së bërë nga të treja kompanitë. Në këndvështrimin tuaj, kërkesa e bërë për rritjen e çmimit si për bizneset, ashtu edhe për familjet e Kosovës ka të bëjë me problemet financiare të këtyre kompanive? Unë do ta vlerësoja sikurse zëri do ta arsyetonte që ne po rrisim me një mënyrë kostën tek furnizimi me energji elektrike, sepse ne me një mënyrë sikurse të kishin marrë hap do thotë për ndërtim e një kapaciteti të ri të furnizimit me energji elektrike në Kosovë, diçka që flitet dhe përflitet kohë gjatë.
që parashpalljes së pavarësisë, por që asnjëherë nuk është marrë vendim, ka pas prolongime, ka dhe fuqia tjetër politike ka hedhur poshtë, do thotë që gjitha është interes i ngushtë partijak, por jo diçka me interes shtetëror. Dhe tani jep para aktit kryer që zërrej nuk ka alternativë tjetër se vetëm do të tenton që të rritë çmimin me arsyetimin që është shumë normale që mbi bazën e ekonomisë së tregut të lirë, normal që kemi tendencë të rritjes çmimeve në të gjitha produktet, po njëherët edhe në furnizim energji elektrike dhe tash mbi këtë bazë në bazë të ligjit të tregut të lirë, zërreja ka një argument para aktit të kryer që do të rritet çmimi, por që ai ka efektet negative në ekonomi dhe në ekonominë familjare, po padyshim sepse kjo rritje për 16.1% nuk do ta ketë vetëm si rritje të kostos në nivel primar në portofolin e qytetarit dhe biznesit, por kjo do të ketë efektin e dominës, pra është një diçka që do të rritet kosto e prodhimit tek prodhuesit dhe tek shërbyesit në përgjithësi që mirën me tregti dhe ata detyrimisht për të qëndruar në treg do të rrisin edhe çmimin final që prapë do ta ngarkon në jetën e qytetarit. Pra qytetarit do të ngarkohet dy herë. Do të thotë përmes faturimit të energjisë elektrike, po njëherët edhe tek kosto e konsumit që do ta kemë qartë që në ekonominë e lirë spekulimi ekonomik është shumë aktiv. Pra, momentin që është përfolur rritja e çmimit të energjisë elektrike, më njëherë furtaret janë dalur me paralajmërimin se do të rritet nga 50 cent deri te 80 cent buka. Kështu që tash edhe ato i kanë arsyet e veta sepse normal krijon kosto tek gjitha bizneset, por tek furtaret që është është subjektive, ajo është diçka që nuk është lehtë ta dim, por që a kanë argument, po kanë argument sepse mbi bazën e kësaj rritje edhe ata me një farë mënyrë i ngrisin çmimet që kjo si total do të vështirësohet jeta e qytetarit dhe aq më shumë besoj që jeni ju në dije edhe ju si media që e ka bërë dhe një lloj përshkallëzimi që kemi pas dhe ndoshta edhe bisedë dhe më herët që kjo bizneset që kanë mbi 10 milion euro qarkullim, mbi 50 punëtor, do të furnizohen në tregun e lirë, por nëse flasim mbi bazën e tregut të lirë, ne dim gjithnjë që kur diçka blen në mënyrë më masive, me sasi më të madhe, potencialisht çmimi i produktit është më i lirë, sepse bën një lloj diferencimi në çmim. Por kur blen do thotë veç, normal që nuk e blen me atë çmimin që mirret me shumica, shumë normale. Dhe tash në këtë drejtim, duke ngarkuar jeta të bërit biznes, tash ngrihen dilema. Unë si ekonomist vlerësoj që kam drejt të ngris dilema që cila është qëllimi i një biznesi dhe cila është arsyeja e një biznesi të qëndrojë në Kosovë kur nuk e ka fare mbështetjen e shtetit, sepse momentin që një biznes regjistrohet kudo në çdo shtet, po edhe në Kosovë, ai pajtohet me ligjet në fuqi dhe kushtimisht i paguan taksa tatime për atë mundësi që i jep të thotë shteti që të ushtrojë aktivitetin biznesor. Por kur flasim mbi këtë bazë, kur me një farë mënyrë jo që të jetë përkrahas shtetit, po me një farë mënyrë ta lënë në mëshirën e fatit, vlerësoj që një biznes i cili nuk do të mund t'ia del ose do të falimenton ose do të tenton që të largohet nga Kosova dhe në këtë drejtim vlerësoj që kjo do të ishte një dështim i politikave ekonomike të shtetit të Kosovës dhe në këtë rast edhe i subjektit politik që qeverisë, por që ata japin disa arsye të veta, por kur flasim mbi bazën e ekonomisë, kjo është barabar me dështim sepse kështu e jep logjika ekonomike. Ne nuk po shpifum, po këto e jep logjika ekonomike mbi bazën e tregtisë së lirë. Ndërkohë, zoti Kadria, ju e thatë që patjetër që kostot do transmetohen tek konsumatorët
fundor, sepse biznesi nuk do mbaj kosto për vete, por do rrisë çmimin e produktit apo shërbimit që prodhon dhe që ofron. Kosova ende mund të ketë çmimin më të ulët në Ballkanin Perëndimor edhe me këtë rritje të fundit për 16.1%, por nëse e krahasojmë me të ardhurat, nëse e krahasojmë me fuqinë blerëse, është i lartë çmimi i energjisë në Kosovë? Por jo me një farë mënyrë vetëm përmendet që nëse është çmimi i lirë, me një farë mënyrë dhe pagat janë më të ulta në nivel të rajonit deri më tani po flasim në Kosovë. Por në momentin që kjo tenton të rritet, normal që kjo e rëndon jetën e qytetarit. Por mos të harrojmë që prapë do të më kujtu opinionit që secili shtet e ka një përparësi krahasuese në ekonomi quhet, që shumë Shqipëria ka ndoshta detin, e ka do të thotë prodhimet e hershme, e ka edhe hidroenergji, ndërsa Kosova krejt çka është njohur edhe si ish krijesë në Jugosllavi, që ka qenë si krahin, Kosova është njohur për pasuritë nën toksore më shumë, pasuritë mbi toksore më pak. Tash nëse Kosova e ka pas pasuritë si ari, këto argjente, këto plumbe zing, krahas tyre do thotë në mënyrë më masive edhe thëngjillën që Kosova i ka kapacitetet aq të larta, nuk i di sa dhe në opinionit që do thotë me qindra vite me furnizu me një mënyrë edhe Evropën e Mezhër, sepse i ka 3 pellgje të mëdha që quhen është Fush Kosovë, një qytet Obiliq, që është baza, është në dikon në disa qytete të Drenicës, po është edhe një afërsi të Pejes, që janë 3 baza që janë të pashtershme. Dhe tash ti t'i lën djerrin ato 3 baza. Dhe me një mënyrë të amortizohen me kalimin e kohës, për mua si ekonomist është e papranueshme dhe këto do thotë i kanë fajet gjithë qeveritë që nuk kanë punuar që të bëhet do thotë një Kosovë e re, por do të kujtojmë opinionet, po flas prap me kompetencë, jo me të ndëgjuar që deri në vitin 2008 donacione në emër të stabilimenteve dhe të furnizimit të çerçutur kekut dhe ngritjes së kapaciteteve si në rrjet dhe po ashtu në teknologji dhe gjithë ato mihtore, me shifra po flas, rreth 1 miliard euro janë shpenzuar dhe janë investuar në kapacitetet e energjisë elektrike. Dhe aty ka do të thotë vend dhe ka dyshim që aty janë keq përdorur edhe nga ish përfaqësuesit e UNMIK-ut, që në atë kohë më kujtohet edhe si qytetar që është zënë flagrance një zyrtar i UNMIK-ut me Saadi nga shteti Argentines, zënë në shtetin e Spanjës, duke i bartur me vete në vlerë në atë kohë 200.000 euro me vete. Ai zyrtar është arrestuar nga Interpoli apo diune, por që është arrestuar. Pra, edhe njerëz që punojnë brenda kapacitetet dhe brenda mihtore tregojnë, sepse jam pedagog dhe kam edhe student që punojnë aty, flitet dhe përflitet që aty është përshkruar faturimi për një stabiliment të ri që është blerë një pajisje e re, por që ajo është punuar brenda hapësirave me ato pajisjet që i kanë dhe në fakt është arsyetuar me faturim që është blerë diçka, por që nuk ka ndodhur asnjëherë. Kështu që këtu ka vend që ka pas të keq përdorime edhe nga korrupsioni se ka lënë zhvillimin. Ish zyrtarët të UNMIK-ut, duke mos të lënë fare me një mënyrë për fat jo të mirë edhe zyrtarët vendor kanë qenë këtë drejtim për fat jo të mirë të korruptuar që me një mënyrë e kanë dëmtuar kapacitetet energjisë elektrike. Dhe tani jem para aktit kryer, por as nuk kemi ato nuk janë shkuar në vendin e duhur që të rriten kapacitetet, as nuk kem një diçka të re dhe tani e zërre do thotë në vazhdimsi që arsyeton përmes kërkesave të operatorëve që duhet të rrisim çmimet dhe e gjithë
si me thone thembra akilit që të shpëtohet këto kompani është në portofolin e qytetarit, diçka që më sleti dhe për fat jo të mirë, qytetari nuk ka atë zërin e fuqishëm, është për të admiruar që janë mbajtur 2 protesta, por ato në krahasim me që nuk kanë mbajtur fare, janë më mirë për kur flasën për ta ngritur ndërgjegjësimin dhe për të reflektuar institucionet relevante, to janë të pamjaftueshme. Aq më shumë tani kur Kosova ende nuk i ka kriju institucionet e veta, gjithë këto protesta, gjithë këto ankesa të qytetarëve kalojnë në hijen e problemeve politike që i ka do të thotë Kosova, pra ende nuk është krijuar do të thotë betimi është bërë, por që nuk kemi krye parlamentar, nuk i dihet se deri kur do të shkon do të thotë edhe si quhet nga aspekti juridik konstituimi i kuvendit, mandatimi i qeverisë. Po. Ndërkohë, kështu që edhe ju edhe opinioni e ditë që ende nuk ka diçka konkrete, por që si ekonomist uroj që të krijohen institucionet sa më shpejt që është mundur, sepse për ekonominë e vendit dhe për qytetarin është diçka e nevojshme dhe çdo ditë e humbur e dëmton jetën e qytetarit. Kjo ishte pika e radhës për cilën do të diskutonim jo vetëm çmimi i energjisë, por edhe konstituimi i kuvendit, mungesa e qeverisë janë përbëjnë njëkohësisht probleme si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset në mënyrë të veçantë. Ka pasur reagime nga ana e bizneseve, shoqatave të ndryshme në Kosovë dhe bëhet thirrje për konstituimin e parlamentit fillimisht, sepse 2 tentativat e mëparshme kanë dështuar, pastaj edhe të qeverisë. Të gjitha këto zhvillime, zoti Kadriaj, si ndikojnë tek bizneset, si ato vendase, ashtu edhe për ato kompani tuaja që mund të shohin Kosovën si një alternativë për të qenë prezent? Unë gjithmonë nisem nga parimi që organizatat cilat lobojnë emër të bizneseve, po të numërojmë ka mjaftueshëm, mos më thënë ndoshta, s'po them shumë, po mbas edhe tepër. Ka për shembull edhe vendore që ka plot, po edhe që i përfaqësojnë edhe bizneset që janë nga jashtë, për shembull të SBA-s, Gjermanisë, Turqisë, ka edhe plot tjera, por që kur flasim tek zëri i tyre, përderisa nuk ka reflektim qeveria dhe parlamentarët, shifet që lobimi i tyre është në nivelin e dëshiruar dhe përderisa nuk ka do të një ndëgjueshmëri dhe këtu për fat jo të mirë pranë vend që organizatat që mbrojnë interesin e konsumatorit dhe interesin e biznesit kenë impakt të lartë tek të bërit politik dhe të qeverisurit, për fat jo të mirë ekonomia e vendet dhe bizneset dhe interesi qytetarëve është nën hijen e sjelljeve politike në vend. Dhe sjelljet politike në vend ndoshta në gjithë rajonin kanë probleme, por se Kosovë, përkundër suksesit që ka pas Kosova, ka pas edhe probleme të caktuara, jo të lehta, që kanë dëmtuar shumë proceset edhe politike, por edhe ekonomike. Edhe tani kur flas, unë jam gjithmonë, edhe që nga fillimi kam qenë i tharë që ai subjekti cili deli pare, aja duhet të mandatohet dhe në fakt të krijohet qeveri për faktin që cila është arsye që të shkohet në zgjedhje për faktin që dikush duhet të deli pare dhe ai edhe nga ana me thonë morale të gjitha në fakt duhet të bëj, por që prapë për shkak të opinionit dhe do t'ja kujtojmë edhe mandatarit aktual, kryeministrit në detyrë, zotit Kurti, që zoti Kurti sigur se nuk u mjaftua gjatë gjithë fushatës, që për mua është shumë normale gjatë fushatës të hudhen akuza kundër akuza, është shumë normale, por që në natën e zgjedhjeve në fakt ka qenë do thotë një eskalim i fjalorit të tij që në fakt subjektet opozitare po hezitojnë që është
parimisht është normale, sepse nuk ishte në kuadër të fushatës, po diçka shmërim një ofendim deri me tani i pandëgjuar, që edhe si duket as nuk ka kërku falje dhe në fakt po sillet me një lloj logjike sikurse ma keni me borxh ju të ma krijoni qeverinë, por do ta ketë qartë që jemi në demokraci dhe ai duhet të jep sinjalet që fakt të ofron njerëz afër veti, deputet që ta krijojnë qeverinë, sepse ose duhet të lëshoj rrugë, po unë jam idhëtar që Zoti Kurti të bëhet kryeministër, ta bëj qeverinë dhe shteti të ecë para, sepse pa institucione në asnjë rrethon nuk është e mirë për ekonominë e vendit dhe interesin e qytetarit. Ndikon njëkohësisht edhe në aspektin politik. Sepse edhe në këtë kohë kur flasim, politik ne din opinionit që ne kemi problem ende me përfundimin e bisedimeve Kosovë-Serbi dhe ky prolongim të zgjatje në gjithmonë ngrejë shqetësim që çdo të zgjatje është në dëm të Kosovës, jo në dëm të Serbisë. Përkundër që kryeministri Kurti është deklaruar që nëse ne jemi të interesuar të kryejmë bisedimin me Serbinë, ne sipas deklarimit të Zotit Kurti po flas, është deklaruar shumë më herët që ne jemi në mënyrë nuk do të, sipas logjikës ti, ne nuk do të tregojmë gatishmëri për të mbyllur bisedimin, sepse sipas logjikës ti dalim ne të dopt si shtet. Por unë jam me logjikën e ekonomistit që bisedimet do të përfundohen sa më shpejt që Kosova të kthehet normalitetit dhe zhvillimit ekonomik. Dhe një shtet stabil politik potencialisht është edhe ekonomikisht më mirë. Por që ku dihet interesat e liderit të lëvizjes vendvendose, por para së gjitha është pa marrë parasysh interesat e një lideri apo të një subjekti politik, ndërsa që interesat shtetëror janë më të mëdha se çdo interes tjetër. Por që si duket ende po sillet si komod, por që diçka sinjale që do të ketë qeveri të re së paku deri më sot nuk ka diçka, dhe pse ka qenë do të thotë vikend edhe ditë pushimi sa që është, por që me të shihet ditë në vijim, por oraj që brenda javës të kemi qeveri dhe kjo qeveri të merr detyrat e veta, sepse një qeveri në detyrë nuk i ka duart të lira për të marrë shumë vendime, në këtë rast nga ana ekonomike, sepse edhe tjetër është që Kosova e ka miratuar buxhetin për vitin 2025, por për këta muaj gjitha ato projekte të cilat i ka premtuar dhe i ka paraqitur në buxhet, qeveria që ka qenë, nuk mund të implementohen për shkak se qeveria në detyrë nuk mund të implementon ato projekte. Kështu që një hap e para duhet dhe në fakt po ecin muajt, dhe po ik edhe muaji prill që do të deri në gjysmën e muajit, dhe nëse kryhet brenda javës deri në gjysmën e muajit nuk do të mund të konstituohet qeveria, sepse dihet që ka emërime të ministra, ministra plot të pozita që edhe në mënyrë administrative qeveria që duhet marrë vendime ka plot punë para vetes. Zoti Kadria, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studion e televizionit Skan, ditë mbarë. Është kënaqësi si gjithmonë, mirupafshim.